Paniku që shkaktoi një zhvlerësim të monedhës europiane do të jetë i përkohshëm. Ardian Civici, eksperti i ekonomisë në vendin tonë, deklaron se presioni i ndryshimit të kursit do të reflektohet më tepër tek ata persona që i kanë kursimet e tyre në euro. Sipas Civicit, ulja e euros nuk ka lidhje me bollokun e kësaj monedhe në qarkullim. Mendoj që në këtë rast nuk kemi të bëjmë me ato që quhen faktorë strukturor, që mund përkthehen si një bollok eurosh në tregun shqiptar, të ardhur kryesisht nga përmirësimi i bilancit tregtar ose nga një faktor tjetër, por mendoj se reflektojnë një lloj paniku ose një lloj mendimi, do thoya pesimist, te konsumatorët apo depozituesit shqiptar në raport me euron, indikuar shumë nga lajmet e përditshme për krizën e eurozonë, për krizën e përgjithshme të borxheve dhe për gjithë vështirësitë që po kalon monedha euro. Dhe në asnjë moment nuk mund mendohet që euro është një monedhë që do ketë probleme aq serioze. Civici gjithashtu shpjegon edhe ata grupe që kanë përfituar, por edhe që kanë dalë me humbje për shkak të zhvlerësimit të euros ndaj lekut shqiptar. Sektori bankar, direkt ose indirekt, përfiton nga ky lloj paniku për të shitur euron që ka një pjesë e njerëzve në Shqipëri, duke qenë një vend me nivel të lartë eurizimi, një pjesë e çmimeve që janë në euro, kryesisht çmimet për banesa, për makina, për shkollim ose çmimet tjera natyrisht janë më të lira për konsumatorin shqiptar. Së dyti, importet shqiptare bëhen më të lira dhe së treti edhe kosto qeveritare e borxhit natyrisht që lehtësohet. Gjatë ditës së sotme, monedha europiane ka fituar një pikë dhe është kotuar në vlerën e 136 lekove. Megjithatë, pritet që në ditët në vazhdim të ketë një stabilizim të situatës së monedhës europiane.